U bë burri I parë I cili e ndau historinë e tij tronditëse të dhunimit seksual nga forcat serbe gjatë luftës së fundit të Kosovës. E për Kurajon, Ramazani Shorin e dekoroi me medaljen Nderi I Republikës, presidentja Vjosa Osmani. Njëjtë veproi edhe me të mbijetuarat Vasfije Krasniqi Gudman dhe Shyhrete Tahiri Sulejmani. E para e shtetit tha se 3 emrat e lartë përmendur do të mbeten gjithmonë në kujtesën e popullit. Sot jemi këtu për t'u përulur me respektin më të thellë përballë 3 individëve që janë më shumë se sa thjesht individ, sepse me dhimbjen e tyre kanë ndriçuar rrugën drejt së vërtetës, drejtësisë dhe shpresës. E vetni Shori nën emocione I falënderoi të gjithë për mbështetjen. Përshëndes gjithë popullin tonë, si më ka prakror shumë të ditë. Faleminderit shumë. Ndërkaq, Tahiri Sulejmani I bëri një dedikim presidentes. Pari dua të përshëndes presidentën time, e cila na përkra në çdo aspekt, në drejtësi që është më e rëndësishmja. Kur të kemi drejtësi, kemi paqe. Ju faleminderit gjithëve për prezencën. Faleminderit për kurajon që na jepni neve ju. Ndërsa, e mbijetuara tjetër që publikisht kishte dalë para, u kërkoi viktimave që të ngrenë zërin e të kërkojnë drejtësi. Ka koha me kërku drejtësi. Mos më mshe pasaj që ka ndodhë. Me kërku drejtësi, shlironi shpirtin. Mos t'ja falim servis krimet që ka kryer në Kosovë. Edhe ambasada e Francës dhe ajo e Britanisë së Madhe, të 3 të mbijetuarit e dhunës seksuale I quajtën heronj të vërtet.